Smartwatchet dhe senzorët e ndryshëm tashmë kanë bërë të mundur që të matet pulsit, presioni i gjakut, më pas niveli i oksigjenit në gjak, aktivitetin fizik dhe gjithë tregues të tjerë, të cilat kanë të bëjnë deri diku me mbikëqyrjen e shëndetit ton, madje në kohë reale. Megjithatë, përdorimi i këtyre pajisjeve shpeshherë ngre dilema të shumta lidhur me atë se cila është saksia që këto pajisje në fakt i dhurojnë, si dhe privatësia e statistikave që ato nxjerrin më pas dhe në çfarë databaza ruhen, a mund të përdoren dikur nga dikush. Gjitha këto do i diskutojmë bashkë në një lidhje të drejtë për drejtë me inxhinierin biomjekësor Ermand Mertenika. Mertenika, përshëndetje. Përshëndetje Blendi, përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush në TV1 për këtë tematika të teknologjisë, të inteligjencës artificiale që janë vërtet shumë atraktive, mendoj, për gjithë ne, po na çudisin hera herës. Po besoj që është bërë shumë interesante kjo çështja e këtyre pajisjeve të cilat ne i përdorim në përditshmëri. Sidomos kam fjalën për smartwatchet, të cilët i përdorim si në Apple Watch, në orat të Samsung, të cilat edhe të firmave, kompanive tjera, të cilat në kohë reale bëjnë në matjen e disa prej statistikave, problemeve të cilat mund ne t'i kemi gjatë kohës sa kalojmë përditshmërinë tonë në kohë reale. Si e shihni ju këtë? Unë mendoj, domethënë, ky zhvillimi masiv i teknologjisë, domethënë ka bërë të mundur digitalizimin e sektorit shëndetësor. Sot aparaturat faktikisht mjekësore, domethënë komplet të gjitha aparaturat mjekësore, bazën kryesore siç e përmendet edhe ju, janë sensorët, domethënë, të cilët monitorojnë vlera të ndryshme të biologjike, si ritmi kardiak, si sasia oksigjenit në gjak, si sasia dioksidit karbonit në gjak, domethënë, si pulsin, madje domethënë edhe kanë dalur disa sensor shumë interesant të glicemisë, të cilët janë të përmasave shumë të vogla, të cilët mjafton me adeziv ato ngjiten pikërisht pra në krah, edhe monitorojnë domethënë sasinë e glicemisë, dhe në moment pikërisht pra që sasia e glicemisë rritet si rezultati i ushqimeve që marrin, atë jep një indikator, një indikacion, një vibrim ose një sinjal akustik, domethënë. Është interesante kjo se si ka shumë ka edhe për gjëra thjeshta, të cilat shpeshherë është dashur që një familjar, një person të shkojë tek mjeku, të marrë një transport për me shku deri atje, sot e bën mjaft thjesht përmes orës cilën e posedon dorë. Po, mua më kujtohet në periudhën e Covidit, ku vetë domethënë kam qenë inxhinieri, sepse po bëj një rikthim në kujtime. Në kohën e Covidit që kam qenë vetë inxhinier respiratorëve dhe i intubimit, domethënë të aparaturave të reanimacionit, që faktikisht më kujtohet ai oksimetri ku çdo pacient ose çdo qytetar e ka përdorur, nëse mbajmë mend një oksimetër që vendosej në gisht, domethënë, që tregonte sasinë e oksigjenit në gjak. Edhe sasia e oksigjenit normal në gjak, domethënë që e jepte vlerën 96, 97 deri 100% është ideal, ja. Por që kur shikonte të binte, domethënë sasia e oksigjenit shkonte 80, 70, atëherë çdo qytetar apo pacient ishte në alert, sepse ose duhet merrte gjenerator oksigjeni, domethënë ose bombë oksigjeni, ose duhet nëse shkonte 60 apo dhe më pak, kalonte në rritje të D-dimerit, sepse ulja e oksigjenit në gjak shkakton rritjen e viskozitetit dhe problemi qëndronte në atë kohë shfaqja psimi i infarktit miokardiak, por ajo ishte një sensor shumë interesant, domethënë që vendosej në gishtet e maste pikërisht pra oksigjenit. Po, në fakt është padyshim se po, edhe shpeshherë pothuajse gjithmonë me juve kemi diskutuar mënyrën se sa shpejt po rritet teknologjia dhe cilat janë benefitet të cilat ne i përfitojmë. Mirë, po ajo çfarë e bën më interesante është thjesht të orat të zakonshme që ne i bartim në përditshmëri. Për shembull, unë po nisem nga vetja, shpeshherë gjatë kohës sa edhe ec e mos pulsin e zemrës përmes një ore digjitale të cilën e kam. Edhe mua faktikisht më pëlqen, sepse edhe teknologjia smartwatchve po zhvillohet dhe ku ka më mirë që të kesh një orë smart.
Po, që të kesh një orë smart edhe jo mat edhe, domethënë me anë të sensorëve, sa mund të ketë faktikisht mund të ketë disa sensor. Domethënë sasinë e oksigjenit është një sensor, domethënë që mat këtë parametër. Madje ka smartwatch që masin dhe ritmi kardiak, që do shërbejnë si elektrokardiograma të smart ose të vogla, mini elektrokardiograma ose holtera ritmik të vegjël. Domethënë siç janë holterat e zemrës 24 orë ose 48 orë. Sa janë të sakta këto, Ermand? Sa janë të sakta këto? Digitalizimi, unë mendoj që digitalizimi sot, domethënë sot flitet për fleksibilitet, domethënë shumë të ulët, në sensin që precizioni këtyre teknologjive është gjithmonë i lartë, gjithnjëri më tepër zhvillohet. Mua më pëlqen më pëlqejnë këto teknologjitë smartwatchve, të cilët vazhdimisht po zhvillohen krahas indikatorëve që ka si orat e thjeshta. Shumë e rëndësishme është parametrat jetik që masin, domethënë oksigjeni, vrapimi, sasia kilometrave që ke, sepse këto shërbejnë si një indikator, domethënë edhe për të mirëmbajtur organizmin, ëh. Domethënë ke humbur kaq kalori, ke fituar kaq kalori, ato smartwatche që mund të kenë ritëm kardiak është akoma interesant, sepse smartwatchet kanë gjithmonë një software, siç kanë edhe çdo pajisje tjetër, gjatë të cilës ky software përkthen sinjalet digjitale, domethënë i përkthen në vlera, gjatë të cilës to mund të shikojnë nga një mjek kardiolog për shembull. Teknologjia sot po zhvillohet vazhdimisht, madje blendi më ka bërë përshtypje një aparaturë që unë e kam parë jashtë, se dikur se edhe sot përdoren pikërisht pra holtera me shumë kabuj e tjera që instalohen në trup edhe mbahen për shembull për 24 orë, apo edhe më shumë. Më pëlqen një tip sensori shumë interesant që kishte dalë, nuk po më kujtohet, por nga që eksploroj dhe shikoj në këto faqet e Medical Expo që janë këto international, që mund vendosje pikërisht pra 2 gishtat në atë sensor, ishte një diçka e vogël rreth 2 deri në 3 cm sensor, dhe të nxirrte ritmin kardiak, domethënë të sinkronizuar në software. Ajo çfarë po, të lutem vazhdo. Mua më pëlqejnë domethënë sepse me zhvillimin e teknologjisë edhe saktësia arritet, sepse ky është qëllimi kryesor i teknologjisë, domethënë të zhvillohet sa më shumë, të rrisi precizionin, të rrisi saktësinë e monitorimeve, domethënë sepse ne gjithë kryesisht jemi më shumë të interesuar në sektorin shëndetësor, në pjesën mjekësore. Po. Por ajo Ermand çfarë ndjes që ndërpres mirë, po për shkak edhe të minutazhave që kemi. Mua më pëlqen kur e bëjmë interaktive, domethënë. Po, ajo çfarë është goxha interesante në fakt edhe që është dilemë e shumë personave, edhe është diskutuar shumë atje, kam parë edhe nëpër internet, nëpër komente të ndryshme, pikërisht këto të dhënat të cilat i marrin edhe ruhen në databaza të ndryshme. Kam fjalën në smartwatch. Sa përbëjnë rrezik më pas për privatësinë tonë, sepse ato diku ruhen, diku shkojnë edhe fare let mund të kontrollohen nga dikush, që i bie që personat të tretë ndoshta edhe mund të kenë keritësisht të qartë pasqyrën e shëndetit tonë. Po, është drejt, sepse sigurisht çdo pajisje digjitale ka një database që ruhet, ka memorie, domethënë sepse edhe një orë smartwatch ka një e kemi parë një software, domethënë një Android i vogël, apo kemi dhe format iOS që ka një memori që ruan të dhënat, por dhe i riciklon vazhdimisht, sepse nuk mund të ruaj të dhënat për 3 muaj, 4 muaj, dhe gjithmonë ato dhënat duhet eksportohen në një PC apo në një laptop etj, apo në një tablet. Por që ka një database edhe më tepër kjo database shërben domethënë që për të marrë të dhënat dhe për t'ia treguar një mjeku specifik. Për shembull, nëse mund të kesh problematika aritmi, apo takikardi, apo bradikardi të vazhdueshme, apo prezenca e një sinkope, po flas për disa patologji në kardiologji, ato i ruajnë edhe vlerat, domethënë janë bërë shumë smart, janë bërë shumë portable, shumë vogla. Vlerat mund kalojnë në një software, në një kompjuter, në një laptop apo në një tablet, dhe këtë demonstron tek një mjek kardiolog që të jep një sugjerim se çfarë mund bësh, domethënë. Por që në lidhje me privatësinë e të dhënave shëndetësore nuk mendoj se ka përbën një rrezik. Pra nuk ka hapësirë për të shqetësuar, po thoni. Askujt plus rrezik për të marrë të dhënat dhe një tjetër gjë për të depërtuar ose për të. Pra unë mendoj që në këtë aspekt nuk besoj që do jetë interesi askujt që të shikojë të dhëna shëndetësore të dikujt tjetër. Kryesisht, domethënë, hakerimet ndodhin për gjëra shumë, ose hakerimet apo krimi kibernetik ndodh për situatë, për problematika madhore. Ndonë se
nuk ju intereson askujt, pse është ka që, ndoshta jo ka që lehtë, sepse lehtë nuk është mirë, po pse duhet ta di dikush gjendjen shëndetësore tënde? Pra shtrohet pyetja pse dikush duhet të di pasqyrën e shëndetit, mënyrën se si funksionon zemra, se ke presionin e gjakut. Shumë e drejta e që thej, nuk është se janë 100% që nuk janë të interesuar, por që mund të ketë njerëz ose element apo individ të cilët mund të kenë interes, por unë e mendoj që për shembull në rastin e një smartwatchi që është personal e mira që të mbahet siç domethënë mos u mbasi apo mos të vidhet nga dikush, se po e themi kështu tash mos që të marrë informacione detajuara për shembull në lidhje me shëndetin, por që e mendoj që këto janë të sigurta, domethënë software-et e sotëm që krijohen kanë database mbrojtje goxha të madhe, domethënë kanë sistem security goxha të mirë. Në unë e shikoj për shembull nëse kalojnë në një fushë, shikoj në sektorin e IT-s për shembull, në sistemin bankar që sistemi i mbrojtjes funksionon në mënyrë shumë të azhurnuar, në mënyrë shumë të fortë. Domethënë është diçka, këto azhurnohen dhe janë shumë beneficiare për të gjithë ne. Teknologjia smartwatchve është një teknologji shumë interesante, siç e përmend edhe atë sensorin e glicemisë, që çdo person për shembull mund të kishte një smartwatch të tillë, pse jo, edhe vazhdimisht të shikonte parametrat e tij. Po, dal po shoh se jo vetëm moshat e reja, edhe moshat më të shtyra kanë filluar që të mbartin smartwatch, në mënyrë që në kohë reale po shohin edhe mënyrën se si funksionon zemra, edhe presionin e gjakut. Mua më duket sikur e kanë klinikën digjitale me vete. Kjo më pas kthehemi te ajo tema që kemi diskutuar se sa po rrezikohen profesionet, edhe sa më pak punë po i bie mjekëve në përgjithësi. Ermand, realisht ka shumë për të diskutuar për këtë çështje dhe do të kemi mundësinë edhe herë të tjera për shkak se jemi krejt në fund të Blendi, për mua ishte kënaqësi vazhdimisht që të trajtojmë tematika të tilla bashkërisht për teknologjinë në TV1. Shumë faleminderit edhe një herë që jeni gjithmonë i qasshëm dhe i gatshëm për të qenë pjesë e mesditës. Ndërkaq me këtë intervistë me Mertenikën ne kemi arritur drejt fundit të kësaj mesdite për këtë javë, padyshim për të parë sërish bashkë të hënën. Deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni me skemën programore të TV1. Mirëmbëjtje.